janë raste sporadike, mjafton janë të mjaftueshme, po të ketë vullnet të ngrihet. Deri ku mund ta prapsoj këtë proces zgjedhor? Deri ku mund ta arrijë? Totalisht. Provat janë. Nëse ti shem 7-8 me qoftë se kjo ka qenë dhe me gjasa duket që ka qenë një strategji, një organizim i mirëfillt në mënyrë kapilare, çfarë duhet, se edhe standardi i provueshmërisë, se ne duam të shohim çdo gjë në televizion ose nëpërmjet incizimit, por nuk funksionon ashtu. Pra këtu bëhet fjalë edhe 3 indicie, një provë konsiderohen në proces penal, ose edhe më pak, edhe 2 indicie provë konsiderohen. Pra tash edhe krimi është zhvilluar, edhe shteti dhe jurisprudenca ka ato problemet e veta, nuk mund t'i gjurmoj edhe nuk mund t'i neutralizoj siç ne dëshirojmë që t'i shohim të provuara 100%, po nuk funksionon ashtu. Mjetet e kërkimit të provës janë, këtu është çështje vullneti dhe më shumë se vullnet ju. Ajo që paraqitëm ne, se Shuriz do të di Kreshniku. Pra, punimet kishin filluar, Këshilli mbledhet mbas 3 javë për të vendosur fillimin e punimeve. Tani është publikisht. Soni, ne kemi thënë. Si 5D-ja, më sikur zbulu manuali 5D. Të kreu të zgjedhjeve janë 15, nuk është vetëm korrupsioni. Ne jemi të përqendruar vetëm para, po është falsifikimi materialeve zgjedhore, është edhe legalizimet, lejet, ndërtimet, shantazhi, pengimi për të votuar, ka shumë anë. Vetëm një vepër, dhe po themi është kryer një vepër, Korçku e di unë për një zonë të Korçës e kanë manipuluar atje. Ky është mekanizëm. Ky është një mekanizëm i mirë. Dhe kjo gjë është e provueshme, se po vazhdoi të kërkojë deri në Vlorë ose nga Tropoja deri në Carin. Nga Veriu në jug. Pra, sot mund të themi pa frikë që Spaku e ka përpara Tryezës hartën e plot. Jo, këto duhet i marrë dhe KQZ-ja. Këtu duhet të filloj, kjo luftë duhet të filloj që në KQZ. Pra, këto prova duhet t'i dokumentohen fillimisht KQZ-s që të ndërgjegjësohet për atë çfarë ka ndodhur, sepse anëtarët e KQZ-s nuk kanë formim juridiko penal, pra kanë koncept tjetër të akteve, kanë koncept të akteve administrative. Ne po flasim për vepra penale, nuk po flasim për akte administrative këtu. Pra, nga pikpamja e formimit është një formim komplet tjetër. Pra këto prova duhet të depozitohen ose në mënyrë përveç Spaku duhet t'i dorëzohen paralelisht edhe Komisioni që ndërgjegjëve. Adriana, më ndihmo, do të vendos një insert, por do ma thuash ti, do të ketë qenë shkurt.